Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Hadithi i sotëm është transmetimi i Ebu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Ra'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat ما يقول في ذلك هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا." Ebu Hurajra pra tregon se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Çka ju merr mendja nëse ndonjëri prej juve do ta kishte një lum para dere." Do thënë një lum që i kalon uji i tij para derës së shtëpisë. Edhe ai shfrytëzon prezencën e atij lumi para shtëpisë së tij që të lahet në te 5 herë në ditë. Pra jo një herë, po 5 herë në ditë. A do të linte kjo ndonjë ndytësi në trupin e tij? Kjo është pyetja që u ka bërë sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata i kanë thonë: "Jo, mendojmë se asnjë ndytësi, asnjë papastërti nuk do të mbetej në trupin e atij njeriu." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kështu është shembulli i 5 namazeve, Allahu me to i shlyn gabimet." Kështu është shembulli, vetë kjo pjesë, po mendoj është përgjigjja, mësimi dhe udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu është shembulli i 5 namazeve, Allahu i shlyn me to gabimet. Edhe çtu përfundon hadithi. Kush ka lexu edhe ka dëgju hadithe, kush është i informuar edhe i njoftuar më përafër me ato çka ka thonë, çka ka këshillu, çka ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e ka të panjoftun këtë mënyrën profetike të edukimit që e ka aplikuar me shokët e vetë, me besimtarët, me sahabët, ku shpesh herë, pra jo rrallë, ose ka përdor pyetje, e ka bën një pyetje dhe e ka marrë një përgjigje prej sahabeve, ose ka pru shembuj, ose i ka bë të dyjat. Qëllimi u konë që atë që ja u ka thonë, edhe atë me çka i ka udhëzu, i ka këshillu, mi u bë sa më të qartë edhe sa më të kuptueshme sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ato ne dim që veçori e atij të bekumi alaihi salatu wasalam ka qenë se e ka pas një aftësi të jashtëzakonshme të shprehjes, një elokuencë të rrallë, e cila jo vetëm që e ka dallu prej njerëzve të rëndomt, po e ka veçu edhe mbi pejgamberët tjerë. Ka ardhur në hadith, mi janë dhënë disa gjana, 5 gjana, 6 gjana, varësisht prej versionit hadithit, që nuk ju janë dhënë as pejgamberëve para meje. Një prej tyre ka qenë utitu gjawami al-kelim, më është thonë mundësia e shprehjeve me pak fjalë me thonë shumë. Këtë aftësi e ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam, po krahas kësaj që fjalët e tij kanë qenë të shkurta, lehtë kuptueshme edhe lehtë për me i mbajtë në mend, ai megjithatë për me e pas vëmendjen e atyre që e dëgjonin, nga njëherë e parashtronte një pyetje. Edhe pyetja ishte për me ishti ata me mendu. Pyetje të lloj-llojshme ju ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, ato kanë qenë thjeshta gjithsesi, po qëllimi u kon me e kapë vëmendjen e tyre dhe me ishti me mendu. Edhe me kon të përqendruar për atë çka kam ju thonë mas andej. Edhe tjetra, do thonë se ka sjell shembuj logjik dhe të kuptueshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu që ata që e dëgjonin me e kuptu mirë edhe lehtë atë që u thonte, atë që u ajepte, po njëkohësisht edhe me e majtë në mend mirë. Për arsye se, sikur se e dim, mësimet në përgjithësi, qofshin ato që dëgjohen, qofshin ato që lexohen,
Nëse janë thjesht konkrete edhe vetëm teorike, është pak më vështirë me i mbajtë në mend. Po kur ka ndonjë shembull që e shoqëron atë që po thuhet, atëherë s'ka dyshim se ai shembull i ndihmon shumë në mbamendje. Për atë arsye edhe Kurani sjell shembuj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjell shembuj. Edhe krejt kjo, do më thonë, është një sqarim ose një hyrje për me e pa se kjo hadith për një mend është prej këtyne haditheve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka pyet sahabët, edhe ka prit përgjigje prej tyne, po pastaj edhe i ka dhënë sqarimet e veta që padyshim se kanë qenë shumë të nevojshme. Ndërsa kur kthehemi te përmbajtja e hadithit, aty shihet qartë se hadithi flet për vlerën e namazit, për rëndësinë e tij, po flet gjithashtu edhe për ndikimin e namazit në jetën e besimtarit, për ndikimin që duhet të ketë namazin në jetën e besimtarit. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sjell shembullin e lumit në cilin një person lahet 5 herë në ditë. Edhe për një mend ai i cili pastrohet edhe lahet shpesh, ai qëndron larg papastërtive. Dhe uji, sikur se e dim, është faktori bazë që ndikon në pastrimin e anës fizike. Qoftë trupit njeriut, qoftë rrobave, qoftë vendit ku ka me u falë ose ku ka me jetu e kështu me radhë. Edhe po mendoj prej gjithë asaj që Allahu i madhruar ka kriju, për një mend uji është prej gjanave shumë interesante, për shkak se ka ndikim elementar edhe në mbijetesën fizike të njeriut, për shkak se e përdorim për pije, po njëkohësisht ka ndikim elementar edhe për pastërtinë dhe higjienën. E tash, këtë shembull që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për aftësinë e ujit për me i largu papastërtitë prej trupit njeriut, ka tregu se namazi e ka të njëjtën aftësi për me i largu papastërtitë prej shpirtit, po jo vetëm prej shpirtit, po edhe me e pastru edhe sjelljen e njeriut, edhe qëndrimet e tij, besa namazi ka ndikim edhe në vetë dukjen e atij që e aplikon rregullisht namazin, se të paktën njeriu do të me u vesh edhe me u dok bukur për namaz, po njëkohësisht ka ndikim edhe në mënyrën e të folunit, edhe në rregullimin e jetës, në rregullimin e ditës, në ndarjen e punëve mes namazeve e kështu me radhë. Ajo që bjen sy është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kësaj Allahu e pastron njeriu prej gabimeve. Ne e dim se ka shumë vepra, shumë gjana, shumë ibadete, të cilat ndikojnë që njeriu të shlyhen gjunahet. Ajo që duhet dihet, kur i grumbullojmë të gjitha ato qofshin ajete apo qofshin hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin në këtë temë, ajo që duhet dihet pra është se me këto veprime, sikur se është namazi, edhe sikur se janë disa vepra tjera që kanë aftësi shlyrëse të gjunaheve dhe të gabimeve, kësaj i nënshtrohen gabimet e vogla, edhe gjunahet e vogla. Tu bazu në atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tjetër hadith, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. 5 namazet, gjumaja deri në gjuma dhe Ramazani deri në Ramazan, janë shlyerje mëkatesh me kusht që të braktisen mëkatet e mëdha. Tash kur e kemi parasysh këtë hadith, e kuptojmë se derisa kushti është që mos me u bë gjunahet e mëdha, por me u shly këto gjunahet tjera, atër shlyrja po ndodh ka të gjunahet e vogla. Edhe është mirë ta majmë men se nuk është ofertë e vogël kja. Me thonë Allahu, ti o besimtar që falesh, se cili namaz ka me të shly gjunahe, ose sikur se e dim edhe abdesti, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur merr njëri abdest me çdo pik uji pikojnë edhe gjunahet e asaj gjymtyre që e ka la,
Edhe nëse dikush më thot, po gjunahet vogla këto, s'po bëj ka nami. Jo, bëhet nami. Për arsye se gjunahet e vogla e kanë një rrezik të veçantë. Për shkak se njeriu i shpërfill. Nuk konsideron se ka bërë diçka, hajtë se s'u bë nami, gjuna i vogël është ky, e nganjëherë ndoshta edhe nuk i shkon mendja me u pendu edhe me kërku falje për te. Ato kur të grumbullohen, bëhen të mëdha. Dhe ndikimi pozitiv i namazit edhe i veprimeve që flasin, ose që i kanë këtë ndikim, që flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë temë, është pikërisht ky që njeriu edhe mundet me i shpërfill ato gjunahe, po ato edhe mund të grumbullohen edhe të shndrohen në një turm të madhe të gjunaheve të vogla, e që pastaj nuk mbeten të vogla, andaj këto mundësi që Allahu i madhruar na i jep, janë mundësi të arta. Ndërsa kur themi se ky udhëzim flet për vlerën e rëndësishme edhe rëndësinë peshën e namazit, atëherë e kuptojmë se ky hadith edhe plot hadithe tjera në një farë mënyrë do të shndrohen në motiv për besimtarin që namazin jo thjesht veç me e kry si obligim edhe si barë për me e hjek prej përgjithësisë, por namazin do të me e dasht. Sikur njerëzit që dëshirojnë me qëndru të pastërt, sikur njerëzit që dëshirojnë me u veshë, me u dogë bukur, sikur njerëzit që dëshirojnë edhe e lakmojnë elegancën, qështu do të besimtari me e dasht ibadetin në përgjithësi e namazin në veçanti për arsye se nëpërmjet tij Allahu i madhruar na e ka dhënë mundësinë që ta rregullojmë jetën tonë, edhe sjelljen tonë, edhe mënyrën tonë të folunit e kështu me radhë, po gjithashtu nëpërmjet tij Allahu na e ka dhënë mundësinë që ta rregullojmë edhe ahiretin tonë. Allah e shpërblet për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.